a do jetë basti yt që ti të sjellësh kokën e varrosur në Stamboll të Alipash Tepelenës, sepse bëri përpjekje Sali Berisha kur ishte kryeminist, por nuk e solli. Premtime kot thoti, premtime bosh. Nuk e premtoj dot në kuptimin e mirë, ne e kemi absolutisht e kemi diskutuar edhe me Auron Tarin, ne kemi diskutuar edhe me vllajën e tij që ishte atashe në Genti, Stamboll. Ka një procedurë shumë të gjatë, nuk e di, kjo nuk kërkon vetëm fuqinë dhe mbështetjen. Tani je deputet tani, sekretar bashkie. Po kërkon edhe mbështetjen e disa faktorëve më lartë. Po tani me Edi Ramën tani komandanti sjellin kokën e Alipashës. Po tani nuk mund të bëj dot premtime kotën se thash fjalën. Jo premtim. Jo, nuk po të them premtim. Po them a ke dëshirë dhe a do i bënjosh? Absolutisht, pse jo, patjetër tashmë që Tepelena ka marrë një investim rrënjësor dhe ndofta gjithë fokusi është përveç se thash atyre faktorëve lektoriem të thash, është edhe fokusi i turizmit, pse jo që të jetë edhe koka e liut. Po do ndryshosh këngët mos e? Koka në Tepelenë dhe trupi i Janit do thosh. Këngët i ka bërë populli, nuk ndryshojnë dot. Jo, po e solle Tërmet Peçi, po e solle kokën në Tepelenë, do ndryshojë kënga pastaj koka në Tepelenë more, trupi i Janit, jo koka në Stamboll. Po te këngët jemi larg shumë po. Po ti këndon, se do flasim për.